Sipas të dhënave të Agjencisë Europiane të Statistikave, rreth 15.000 shqiptarë urdhëruan të largoheshin nga një vend i Bashkimit Evropian, ndërsa mbi 7.800 persona janë kthyer pas një urdhri për t'u larguar në një nga vendet e BE-s ku ishin vendosur, referuar shifrave të vitit 2024. Në vitin që lan pas, rreth 123.000 shtetas të vendeve të treta ju refuzua hyrja në territorin e BE-s në një nga kufit e saj të jashtëm, me një rritje të vogël prej 0.3% krahasuar me vitin 2023. Ndërkohë, rreth 918.000 persona u gjetën të ishin të pranishëm ilegalisht në një vend të BE-s, duke përfaqësuar një rënje prej 27.4% krahasuar me 1.27 milion në vitin e kaluar. Numri shtetasve të vendeve të treta të cilëve u shlëshuar një urdhër për t'u larguar nga një vend i BE-s ishte mbi 450.000, me një rënje prej 7.3% krahasuar me vitin 2023. Pas një urdhri për t'u larguar, rreth 110.000 shtetas të vendeve të treta u kthyen në një vend të tretë, me një rritje prej 19.3%. Sipas shifrave të Agjencisë Europiane të Statistikave, në mesin e shtetasve që nuk janë pjesë e BE-s të kthyer nga territori një vendi të BE-s në këtë periudhë, gjeorgjanët me 11.000 kryesuan listën e shtetasve të vendeve të treta të kthyer, të ndjekur nga turqit me 7.900 dhe shqiptarët me një numër prej 7.895. Në total, shqiptarët e kthyer nga territori një vendi të BE-s dhe vendi jo të BE-s vlerësohet të jetë në rreth 8.000. Krahasuar me vitin 2023, duket se numri i shqiptarëve të kthyer ka qenë më i ulët një vit më parë. Sipas Eurostat, kthimet më të mëdha të shqiptarëve në vitin 2024 janë bërë nga Greqia, Franca, Gjermania, Italia dhe Hungaria.